Përmes kësaj shkrese drejtuar kuvendit, punonësit dhe dy zëvendësit e mbetur të avokatit të popullit kanë apeluar për një zgjidhje urgjente për gjendjen, siç e quajnë, pa rrugdalje, në të cilën ndodhen prej muajit korrik. Njoftime e kuvendit i kanë dërguar edhe më parë, por nuk kanë marrë përgjigje. Të punësuarit në institucionin e avokatit të popullit aktualisht nuk janë në gjendje të realizojnë shumicën e të drejtave që rrjedhin nga marrëdhënia e punës, ndërsa duke filluar nga muaji janar 2026, ekziston rrezik real që të mos marrin të ardhura personale, me çrast do të vihet në pikpyetje realizimi i pagesave të rregullta për sigurim shëndetësor dhe social, si dhe për sigurim pensional. Për këto arsye, me të drejtë shtrojmë pyetjen: a ka apo jo shteti nevojë për institucion të tillë? I pyetur për këtë, kryetari i kuvendit Afrim Gashi theksoi rëndësinë e institucionit të avokatit të popullit, sidomos tani që më 11 janar ka zgjedhje të përsëritura, andaj u bëri thirrje grupeve parlamentare që të gjejnë vullnet politik. Što se odnesува до процедурата и до собранието, ние сме направиле се таа да тече нормално, но сме затекнати со политичката волја на политичките партии. Знаете дека треба да се изгласа по мнозинство и по голем бадентер, затоа ја користам оваа можност преку вас медиумите да упатам апел до сите политички партии да го одблокираме овој процес, да најдеме решение, да седнат политичките актери да најдат решение. Institucioni Avokati i Popullit mbeti pa drejtues pasi Naser Zyberi doli në pension. Tani për tani funksionon vetëm me dy zëvendësit, Ilbe Rufati dhe Sonja Trifunovska. Avokatin e popullit e zgjedh dhe shkarkon kuvendi.